Shkova shumë larg, Elon Musk pendohet për fjalët e thëna në drejtim të Trumpit. Elon Musk ka shprehur keqardhje për disa prej komenteve të tij të fundit ndaj presidentit Donald Trump pas një përplasje të ashpër publike mes tyre që ndodhi më 5 qershor. Në një postim në platformën X, Musk pranoi se kishte shkuar shumë larg në deklaratat e tij, duke sinjalizuar një tërheqje nga retorikat e tensionuara që pati me presidentin. Ky tension u krijua pasi Musk sugjeroi se Trump nuk do kishte fituar zgjedhjet e vitit 2024 pa mbështetjen e tij. Ndërkohë Trump kritikoi performancën e Teslas dhe nënkuptoi se Musk ishte raskapitur kur e vizitoi shtëpinë e bardhë në maj. Pavarësisht se kërkoi falje, Musk nuk dha detaje për cilat postime saktësisht ndjente pendes. Ai hoqi nga ex postimin që linte Trumpin me Epstein vetëm 2 ditë pas publikimit. Pas kësaj tërheqje, Musk ka shpërndar deklaratat Trumpit dhe zëvës presidentit J.D. Vance në lidhje me trazirat në Los Angeles, çka sugjeron një përpjekje për të ulur tensionet dhe për të rikthyer në një ton më të moderuar marrëdhëniet mes tyre.